Okej. Fermer. Indri paska. Gjatë lojës së voleybollit të zhvilluar sot në Ferm, Indri ka psuar një dëmtim në këmbë dhe për këtë arsye është shoqëruar për kontroll mjekësor në spitalin Hygeia, i cili unë i falenderoj E bëri Gjiro. se janë të mrekullueshëm. E bëri Gjiro, fitove. Mos da një sekond. Pas ekzaminimeve, si pasojë e dëmtimit, mjekët rekomandojnë se Indri duhet të shmangë aktivitetet sportive dhe sfidat fizike për disa ditë, të mbaj këmbën në trajtim me akull dhe do të lëviz mendimin e patericave dhe një mbajtëse mbështesës deri në rikuperimin e plotë. Më falni, po jam edhe i lodhur. Ska gjë. Mbajtja e patericave dhe pamundësia për të bërë sfidat fizike e rrezikon Indri në televotim. Megjithatë, Indri ka treguar vendosmërinë për të vijuar garen. Faleminderit. Por, a mendoni ju se kjo do të jetë drejt? Po, unë mendoj që është drejt. Ju do të keni 24 orë kohë për të menduar në lidhje me fatin e Indrit në Po, Ferm si fati Indrit konkurrent. do i bëjmë infermier Indrit në vetë. Nesër në spektakël sa ta marrej. Nesër në spektakël, secilit prej jush do t'i kërkohet të votoj po ose jo për qëndrimin e Indrit në garë. Okej.